Shkatërimi i familjes. Thuhet se shkatërimi i familjes është një projekt dhe ne do flasim për një teori konspirative së bashku me ju. Kur Aaron Russo, një nga regjisorët më të famshëm hollywoodian, deklaronte publikisht se është bërë një projekt rreth viteve 1800 për thërmimin ose shkatërimin e familjes, askush nuk e besoi. Por me kalimin e kohës, shumë njerëz u bindën. Dhe sot do flasim për këtë argument. Është një argument që ja vlen për ta diskutuar. Shpresojmë që kjo video të mbetet këtu, ose shpresojmë që ju ta shpërndani dhe të lini komentin tuaj. Kush është këtu rastësisht dhe nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi për bashkë. Unë mendoj se ky është thelbi i të gjithë këtyre diskutimeve që bëjmë ne këtu sot, një nga levat më të rëndësishme të shoqërisë sot. Aaron Russo, një regjisor i famshëm, e kemi bërë dhe në emisionin Enigma, rreth viteve 2000 kishte lënë një intervistë. Ai thoshte që ishte mik me familjen Rockefeller dhe në një darkë teksa po darkonin bashk, ai i kishte thënë, pra Rockefeller i kishte thënë që ne e kemi projektuar prej vitesh. Ky mendonte rreth viteve 1800, por është më e vjetër, pra mund të jetë rreth viteve 1700 e ca. Që ishte projektuar që duhet të taksonin, pra t'i vendosnin taksa të gjithë njerëzve. Njëkohësisht me këtë lëvizje do bënin që të kontrollonin çdo individ. Dhe do më thoni ju, nëse kanë arritur sot që ta kontrollojnë individin edhe ai që ka sapo lind, madje edhe në barkun e nënës. Dëgjojeni me kujdes. Në vitet 1800, pas viteve 1800, menduan që, pra sepse ishte projektuar, që të shkëpusnin gruan, nënën, pra sepse duhet të dini që në të vjetrit, të moshuarit, nuk i çonin gratë që të punonin, sepse duhet të mbanin familjen dhe kur të ktheshin nga puna të kishin një gjell të ngrohtë gati. Dhe ata, pra prindrit tanë ose gjyshit tanë, nuk edhe për të tjera arsye, në disa vende për shembull nuk ka kulturë që nuk kishte kulturë që të çonin gratë në punë, dhe çfarë bënin? Gratë bënin drekën, bënin darkën, shikonin fëmijët, pastronin, rregullonin, sepse është një punë. Ju e dini shumë mirë që gruaja bën të gjitha këto. Dhe ata menduan, pra kush projektoi, ata që projektuan që thuhet që drejtojnë botën, tash është ne do ta trajtojmë si teori konspirative, por më thoni ju nëse është e vërtetë ose jo. Dhe ata e kishin projektuar që të vendosnin gruan në punë. Po si do ta vendosnin gruan në punë? Menduan që të fusnin fëmijët në përshkolla, në përçerdhe dhe në përshkolla. Dhe këtë e bën gratis fillimisht. Pse? Sepse duke u hequr fëmijët, pra gratis në përshkolla dhe në përçerdhe, çfarë do bënte gruaja në shtëpi? Do bënte më pak punë. Kështu që ata morën fëmijët, i futën në përshkolla dhe në përçerdhe dhe i thanë gruas që nga sot të shkosh në punë. Por çfarë bën? Njëkohësisht kishin menduar që të vendosnin taksa të gjithëve. Si do t'i vendosin këto taksa? Nëse më përpara njerëzit merrnin, për shembull meshkujt, merrnin $100, $100, ata i ndanë $50 gruas dhe $50 burrit. Në fakt, sot ne jemi dëshmimtar të këtyre evenimenteve që janë vërtetuar. Për sa i përket gruas, gruaja merr njësoj si burri dhe problemet financiare, politike dhe financiare në të gjithë botën janë njësoj. Pra, këto problemet po them ekonomike, me kalimin e kohës po shtohen. Pse po shtohen? Pikërisht pra, sepse ju dha e drejta gruas ose gjinisë femërore që të ngrihej në mëngjes dhe të shkonte në punë. Jo u dha e drejta, por u detyrua që të shkonte në punë. Dhe kjo, duke detyruar që të shkojë në punë, ajo normal që do i lë pjesën tjetër të gjërave do ta lë pas. Por, ndërkohë, mashkulli bën të njëjtën gjë që bënte gruaja më përpara. Tani mashkulli shkon, pastron shtëpinë nëse shkon përpara gruas në shtëpi, sepse është i detyruar. Do pastroj, do shkojë në pazar, do bëj dhe për të ngrënë ndonjëherë, sepse kur nuk ka kohë, gruaja është i detyruar të ta bëj mashkulli, do ta bëj për vete apo do ta bëj për familjen, pak rëndësi ka. Por e rëndësishme është që a është vërtetuar kjo apo jo. Pra a ka ndodhur kjo gjë që e shkëputën, e shkatëruan familjen, sepse ata thanë që ne do t'u japim ne mësimet e duhura fëmijëve. Pra ky ishte në projekt. Dhe po ta shikoni, sot, nëse e keni vënë re, fëmijët tanë kanë me qindra libra
Në mëngjes ne kur shkojmë që të çojmë atë çantën e fëmijës, e ngrëm ne sepse është kaq e rëndë çanta, plot me libra brenda, dhe që të gjithë këta që kanë bërë shkencëtar, që të gjithë fëmijët, sa e rëndë është. Pra, pse e bën këtë? Sepse me kalimin e kohës duhet që të shkëputet njeriu nga njëri tjetri, të shkëputet dhe familja nga njëra tjetra. Në fakt, nëse keni vënë re, Amerika është vendi i parë në botë. Është vendi i parë në botë që është shkëputur totalisht. Nëse e dini, për ata që nuk e dini, që në moshën 18 vjeç, ndoshta edhe më para, 16 vjeç, fëmijët ikin, largohen. Sepse janë të detyruar nga familja që të largohen. Kështu është krijuar tani në mendjen e njerëzve dhe në jetën e përditshme, është krijuar që njeriu duhet të jetojë vetëm. Pra, fëmijët fillojnë dhe jetojnë vetëm, ndaj dhe kanë atë mendimi që kush ka më afër unë, prindin tim, po nëse nuk më lë para, unë do ta vras, për shembull. Apo çfarë ti zhvas, ose nëse keni vënë re, kjo është imja, ajo është jotja. Pra, edhe në familje, i thot babai djalit, kjo është jotja, ose kjo është imja, ti nuk e prek këtë. Sepse kjo është tash më e theksuar në Amerikë, por tani dal nga dal po përhapet në gjithë botën, edhe në Shqipëri, ka ardhur kohët e fundit. Shiko, mbaj mend para disa viteve, me një shokun tim, isha në makinë me të dhe i tha vllai, nuk vajte në Tiranë, jo. Po mi tha, hajde, atëherë tha do ikim bashk. Po ikim bashk, i tha ai, do të m'japësh lek tha për rrugën. I tha ky që ishte, sepse tjetri nuk është se nuk e kishte makinën, por i tha këtij me qenë se ky nuk shkoi në Tiranë, i tha kur të shkosh në Tiranë, tha do vi dhe unë me ty. I kishte thënë, por tani me qenë se ai nuk do shkonte, i tha, hajde ikim në Tiranë, tha, dhe tjetri i tha, jo, më pago rrugën. Çfarë do të thotë kjo? Duket si një argument banal, por ky është thelbi. Me një fjalë, nga këtu ti kupton që se si është thërmuar vllazëria, miqësia, shoqëria dhe familja që është më e rëndësishme. Familja është baza. Edhe zogjt shtektar, nëse keni vënë re, kanë një familje. Edhe pulat kanë një familje. Edhe kafshët kanë një familje. Një lop, me një viçin e saj, nëna e shikon sikur të jetë një ëngjëll. Pra, edhe të gjitha speciet e tjera kanë këtë si mund të quhet, këtë protection, si mund të quhet, këtë lidhje me fëmijët e tyre, pra me familjen, nëna e çdo specie. Dhe çfarë bëri tani projekti? Projekti bëri që ti ndaj një nga një për të vetmen arsye, që një ditë ti bind që secili është pronar i vetvetes, sepse jo vetëm ti bind, por është fakt, sepse tani ka shkuar është fakt, që secili është pronar i vetvetes. Por në qoftë se ti je i tillë, ti nuk do kesh lidhje, jo vetëm me familjen, por edhe me shoqërinë, sepse të shkëput vetvetiu, mendja dhe trupi. Ti je shkëputur nga familja dhe normal që je shkëputur edhe nga shoqëria, sepse ti sado që të thuash që unë kam shokat, kam mika, kam si vlla, ti prapse do shikosh xhepin tënd, sepse nuk e mendon si dikur, por e mendon sot. Sot ti duhet të ecësh përpara. E kanë krijuar në një formë këtë shoqëri që ti se s'bën, duhet të sillesh në këtë formë. Dhe ti je i detyruar që të zhvasësh njëri tjetrin sepse duhet të mbijetosh. Si do mbijetosh ti? Pra ti nuk e ndihmë, nuk e shok, nuk e miq, nuk e familjar. Pra këtë që kanë bërë që po e shkëpusin totalisht, po e thërmojnë, më mirë, gjithë familjen dhe gjithë njerëzit nga njëri tjetri. Më thoni, a kam të drejtë apo jo? Pra, a kam të drejtë që ajo teori që thuhet që sikur të jetë konspirative është e vërtet? Shiko, unë e kam lexuar atë intervistën sepse kishte shkruar përpara se të bënte intervistën regjizori Aaron Russo, e kishte bërë intervistën, e kishte shkruar, pra në një PDF, nuk e gjej më sepse kisha shkruar kur e vendosa në emisionin Enigma, por çudia ishte që në 2007 Aaron vdiq në rrethana misterioze. Dhe kjo është pasi ai doli publikisht, dhe kjo është një tjetër shtesë për të kuptuar që jetojmë në një botë të kontrolluar dhe në një shoqëri që nuk dihet se si do t'i vej fundi. Megjithatë, unë dëshiroj një komentin tuaj, pres komentet tuaj, çfarë mendimi keni për këtë argument, sepse ky
argumentesh për të diskutuar. Kalofshi një ditë bukur, punë të mbarë sot.